Ne duhet si shqiptar të jemi të modernizuar edhe jo duke i kopjuar të tjerët. Absolutisht, mbi të gjitha kombi, mbi të gjitha gjuhër shqipe, mbi të gjitha drejtshkrimi dhe drejtshqiptimi dhe mbi të gjitha është ajo autoktonja, ajo që është e jona. Nuk dukemi ne më të mirë, nuk dukemi më të mençur, ose nuk dukemi më specifik nëse përdorim ndonjë fjalë të gjuhëve të tjera, sidomos të anglishtës. Nuk jam kundër gjuhëve evropiane dhe të gjitha gjuhëve që mund të ekzistojnë, me padyshim ajo është një kulturë. Përvecimi një gjuhë tjetër me padyshim që edhe lehtëson pra komunikimin ton me jo shqipfolësit, por në radhë të parë ne duhet në fokus duhet të vendosim gjuhën shqipe. Duhet të kuptojmë rëndësinë e saj, duhet të kuptojmë pra sakrificën e të gjithë shkrimtarëve, të gjithë poetëve, të gjithë rilindasve shqiptar që me shumë përpjekje përmes të gjitha veprimtarive të tyre të cilët i kanë zhvilluar pra për letërsinë kombëtare,